Të kam kërkuar, të nderuar kolegë, të këtyre këto, nuk të nderuar kolegë, siç e keni parë, siç e keni Çelës me bandat me pasant. Mos u bëj pasant e disit Suel Çelës me bandat me pasant. E di shumë mirë ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturatën, çfarë katësh ke? Ti e di shumë mirë me fluturatën, çfarë katësh ke? Mos u bëj pasant. Më katët e tua. Mos u bëj. Të nderuar kolegë, mos shkel opozitarë. të nderuar kolegë, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Besoj mjafton, mund ta do thënë e para njerë unë po të shohem pak, edhe të shtrëngoj dorën kështu si burnesh, sepse të rrish aty edhe t'i kthesh në atë formë, atë qetësi që ke bërë ti aty, me thënë drejtën Fluturatshka, bravo të qoftë. Nuk ta dhash dorën dot atë ditë, kemi komunikuar bashkë, po kjo qetësia jote është për t'u admiruar. Edhe sikur ti t'ishe gabim, prap ti ke drejtë. Jo, unë kisha të drejtë, pse kisha drejtë? Tjetër, po jo, flas, ajo që ti ke bërë. Mënyra si erdhen ishte fyse. Sikur të më kishin dërguar një SMS, le të vërtetojnë, që më kanë dërguar një SMS në mbrëmje. Flutura mos e hap komisionin të nesërmen, sepse na prish punën neve opozitarëve. Njëherë unë kisha pjesë e projektit të tyre dhe nuk dija asgjë se çfarë ndodhte në projektet e tyre, në planet e tyre. Apo jo, nuk kam qenë një frymë tjetër, që kam thënë dhe në parlament dhe në komisione, unë do të zbatoj kushtetutën. Aty jem për të zbatuar kushtetutën. Jam betuar në kushtetut e do dalë ashtu, me ato lloj principe. Gjithsesi, nëse do të më kishin çuar, një SMS do thotë që unë duhet kisha reflektuar. Apo jo, para asnjë gjë, se këta erdhën për të më ndëshkuar. Edhe unë këtë nuk ja fal dot, edhe ja thash. Unë as Zotit nuk ja fal të më ndëshkoj mua. Unë ata erdhen dy ish ministra. Kjo më ka ardhur keq. Jo, gazbardim shumë se flamuri më i përmbajtur. Jo, flamur nuk ka më i përmbajtur. Flamuri shkuli mikrofonin. Shkuli mikrofonin. Jo, nuk më kujtohet kjo, po flamuri shumë i përmbajtur. Po gazbardi, jo, nuk më kujtohet. Flamuri pastaj e trashi pak më vonë kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, kur e kuptoi që nuk ishte aq i fortë sa gazi, mas disa orësh reflektoi që nuk ishte qenë aq burr sa gazi. Sepse ç'bëri? Shpirt bukur nuk është ai? Shif si ç'bëri Flamuri. Mbushi televizion në një moment që unë në gjatë intervistave sqaroja se çfarë kishte ndodhur me dy ish ministrat të Partisë Demokratike. Flamuri dilte nëpër televizion dhe thoshte ne nuk do atë shkërojmë parlamentin, nuk do atë shkërojmë PD-n. Në rregull. Ja ku e kanë akuzuar grupin parlamentar, e kanë berishizuar e ku di unë çat ose në akuzuar edhe partinë, le të fshtojnë me një parti të akuzuar. Unë do ta shkruaja poshtë, e vërtet. Doja të jepja asaj pjesë që më takonte, aty ku kisha hijen time, fytyrën time, portretin. Tani për ta mbyllur fare këtë, si përgjigjesh ti akuzave që ky qëndrimi yt apo dhe sjellja juaj ka qenë pro ose interferonte me socialistët? Me socialistët? Po. Me socialistët. Kjo është akuza që. Sigurisht, ai që e din, ata që e din që flirtojnë me socialistët ose dinë se si flirtohet me socialistët. Më mirë le të pyesin, më mirë pyesni, këtë pyetje bëjeni socialistët, sepse din në pastaj Fluturatshka opozitarizmin e vet e ka të dokumentuar. Nuk është njëri që bën prapa skena, prapa vija. Unë e kam të dokumentuar. Çdo video, çdo fjalë, çdo qëndrimi imi është i dokumentuar se për natyrë e kam dhe natyrën që nuk rrit dot të mbaj çdo gjë brenda. Ndoshta jam më tepër se ç'duhet, po them, jo naive, s'është naive, por që e sinqert. Po mos kam asgjë për shehur. Unë di një gjë, ajo është fjala e Mark Twainit që e vërteta s'ke nevojë ta mësosh përmend apo jo. Unë kam thënë vërtetën, kështu që asnjë s'kam mësuar përmend. Sa për flirtin me socialistët, s'kam pas nevojë, sepse kam hyrë si opozitare dhe jam opozitar. Unë jam opozitare me të djastët, lere më me socialistët. S'ka. Pastaj janë shqiptarët, di shqiptarët se çfarë opozitarizmi kanë bërë në parlament. Në parlament. Vim te arsyet. Ta mbyll, se më duket sikur e lash pa plotësuar. Po. Ka një gjë shumë të rëndësishme në jetën time. Jo se kam në një jetë askete, në një njeri që ka dëshirë të bëjë një jetë spartane dhe nuk i hyn gjërat. Jo, dhe mua më pëlqen komoditin gjithçka. Por nuk është kjo që e shtyn jetën time. Që të kem punët e rregulluara me socialistët, se për fat mirë, për shkak të jetës që kam, s'kam asgjë për të rregulluar. S'kam nevojë për asnjë gjë. Të vetëm gjë që kisha nevojë të provohesha deri në fund. A mundet politika të ciflos ndonjë gjë në personalitet? Kaq.
Qose kam bërë këtë detyrë, që politika s'më si flos as gjën personalitet, jam e qetë, vdes i qetë. Vim te arsyet, sepse i lam me që u zhvendosëm te çështja e raporteve tuaj me Gazmet Bardhin. Ju dha disa, me thënë drejtë ju tha 30, po një 7-8 i dha te 2-3 të parat, me thënë drejtën. Tani, ju thatë një fjalë që mua më ngeti me du ta treq me piskatore dhe ta vë si titull madje, mungesa e reflektimit. Nga e pristit të, nga kush e pristit, sepse ju përmendët disa emra, se një pjesë aty janë arsimuar dhe në perëndim, kanë një bagazh të mirë, një formim të mirë, fjala vjen zonja Jurita Tabaku, Ali Mehmeti, që rezultuan edhe më të votuarit. Tani kur i do populli, ky është fakt, nuk është fakti im. Absolutisht. Apo dhe personalitetet tjera në Partinë Demokratike. Nga kush e prej ti që të thonë atje, siç shkruajti njëri që lideri i ardhshëm i Partisë Demokratike do jetë ai që do shikojë Sali Berishën në sy dhe do t'i thotë Zoti Berisha, largohu. Po edhe nga këta të dy, sepse kanë arsye. Jurita Tabaku dhe Zoti Ali Mehmeti, sepse kanë arsye. Çfarë arsye? Kanë arsye në votimet të mbështetjes që kanë nga shqiptarët që ta bëjnë këtë gjë, sepse Partia Demokratike nuk duhet të ndrequr për njërin ose për tjetrin. Duhet të ndrequr për shqiptarët dhe t'i ketë një përgjegjësi. Qëse ka një gjë që unë kam pas si shqetësim kur e kam parë në kohët e fundit, ka qenë një lloj nevoje për t'i shpjeguar Zoti Berisha që ajo s'ka qenë Zotja Tabaku, s'ka qenë kundra Berishës. Zotja Tabaku ka qenë pro principeve të saj dhe ka mbajtur ato principe siç e ka menduar ajo. Kështu që nuk e ka nevojë këtë lloj përçarje dhe nevoje për shkelje syri Zoti Berisha. Ajo ka qëndrimet e veta. Megjithse kam përshtypjen edhe Zoti Berisha në një farë mënyrë është përpjekur ta kurojë dhe staturën e saj brenda partisë. Çështja është këta njerëz, i pari vet Flamunoka, duhet kuptoj Flamunoka që ka hyrë deputet sot pa u votuar. Këta njerëz, pavarësisht kodit, kodin e kanë justifikuar, e kanë votuar vetë. Vetëm Noka zonë? Jo, po flas për Nokën sepse është sekretari i përgjithshëm i partisë. Dhe sekretari i përgjithshëm, katër nënkryetar partie kanë përgjegjësinë. Pastaj mos shkojmë tek ta. Zoti Berisha vetë. Tani vim te Zoti Berisha. Tu te Zoti Berisha. Qëndrojmë te Zoti Berisha. Okej, do të qëndrojë Zoti Berisha? Po. Shumë mirë. Atëherë garanton, çfarë garanton? Zoti Berisha di shumë mirë që nuk garanton më asnjë gjë. Për 2 vjet, mund të jetë më shpejt, po për 2 vjet ne shkojmë në zgjedhje të tjera. Vazhdojmë ne prapë lokale, atëherë ne do të humbim edhe ato 3-4 a 5-6 sa kemi komunar që kemi, do t'i humbim edhe ata nëse ne do të vazhdojmë kështu. Tash dikush duhet kujtohet që kjo gjë duhet të shkundet. Unë gjose mban mend Zot Qafok, unë kam patur një platformë diku nga prilli i vitit 2022. Vetë nuk kam qenë aktive ato muaj, sepse kam pas me disa probleme personale shëndetësore, por ama qëndrimet e mia i kam thënë qartë dhe është votuar në prill të vitit 2022. Si e mendoja unë, quhet platforma Kurcio, që lidhet me generalin e famshëm Ramak, i cili në momentin që u hap gropa e madhe dhe këto fatthënëset rekomanduan që duhet sakrifikohej gjëja që kishim ne, që kishin romakët më të shtrenjtë, që të mund të mbyllej gropa në forum dhe të prosperonte Roma. Dhe ky Kurcio i famshëm, Marko Kurcio i famshëm, u hodh vetë bashkë me arturinat e veta, me armët e veta, bashkë me kalin e vet, u hodh në grop, edhe romanët hodhën gjithë çka kishin stolira gjëra dhe u mbyll gropa dhe Roma prosperoi. Pra duhet bësh një sakrificë. Nuk janë kot edhe gjëra që ju po i bëni thirrje Zot Berisha që të largohet. Kjo platformë e kam thënë në prill 2022. Jo, iku në prill 2022. Tani çfarë duhet bëj tani? E di çfarë nuk ndodhi. Me demokratët nuk ndodhi pajtimi i demokratëve. Nuk ndodhi bashkimi. Pajtimi, deri te bashkimi është proces tjetër. Procesi i parë, çështja e parë, ne nuk u pajtuam. Ja, Bardhi u pajtua me Berisha. Jo, u pajtua Bardhi për interesat e veta, por nuk u pajtu pjesë demokratët e Bardhit. Nuk shkelën kur demokratët e Bardhit dhe të fluturës në Partinë Demokratike. Kur? Ky është pajtimi. Pajtimi është proces tjetër, bashkimi është proces tjetër. 8 janari pastaj është një lloj zezë. Kur 8 janari pastaj në filtrin tim. Uroj të mos jem e gabuar, dyshime kam, por mund të jenë të vërtetuara. Që 8 janari është një gjë e inskenuar. Nga kush? Nga liderët e PD-s. Unë dyshoj shumë. Pse duhet të... Jo, prit këtu. Pse duhet të betonoj? Unë kam një pyetje publike. Pse duhet betonoj? E të fortifikoj
Partia Demokratike. Ne jemi në demokraci. Zoti Qavogo, ne jemi në demokraci. Por pas se s'kam qenë aty, pra ne po pyes. Se nuk kam qenë në proces, nuk kam qenë në 8 janar, nuk kam qenë në procesin e fortifikimit. Po ku ishit? Dhe autorët e fortifikimit, po ja shpjegova pra kam qenë për arsye problem personal. Domethënë mbas 18 vjetorit unë nuk kam qenë në këto procese deri në kthimin e qershor. Dhe zoti Bardhi e ka fortifikuar me zotin Basha. Këto dy njerëz do t'japin llogari para shqiptarëve. Tani më zuri makina mua e them shpesh këtë. Tani Zoti Basha thoni ju me zotin Bardhi e kanë fortifikuar për të ndodhur kjo në bashkëpunim me Berishën. Pse duhet neve? Pse duhet neve? Pse duhet ta shtynim në zotin Berisha që të vinte si triumfator, si njëri që i takonte partia, i takonte seria? Të vi ta marrin, ne jemi në demokraci. Ne jemi në demokraci. Ka shkresa, ka letra, ka shkresa. Ka polici shtetërore, jemi në demokraci. Ata po nxirrin nga zyra. Që janë këto forma? Ku janë këto forma? Pra ky është problemi, se në këtë shtet nuk njihen letrat, po s'njohte letrat. Ky është problemi në këtë vend. Në këtë vend do t'i bëjmë neve Jo, atëherë po ta bëj pyetje ndryshe se më kujtua Franz Vranitzky. Për mua, ja ta mbaroj këtë. Për mua u ftua zoti Berisha të bënte atë. Këta tani doni një zoti Berisha të dilte heroi i madh që e meritonte parti dhe tha merrte pas partin të ngriheshin alibi mbi alibi, apo këta donin ta diskreditonin zoti Berisha. Unë të nuk e ndaj dot. Kam frikë se është e para që këta të gjithë e dinin që duhet bërë kështu, sepse në momentin që gjërat po them po shkallmohesh, në atë moment çdo gjë ra në fash. Çfarë bëjmë? Me kë bëj këta tani? Kush ishte engjëlli dhe kush ishte djalli? Pastaj, e gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. E gjitha ajo çfarë rodhi mbas saj. Dorëja zotit Basha, fsheja e zotit Basha, sepse përderisa ne shkuam në këtë përplasje të madhe të janarit, nga e cila rrjedh gjithë ky cianuri. Ky cianuri që thithim ne, që thithim ne sot është shkak i asaj betejë. Cianuri, ë? Po, cianuri, sepse këta nuk morën asgjë nga i cianur. Demokratët sot janë tillnuar të përçar, të thyer, të poshtruar me njëri tjetrin, prandaj duhet pajtimi që kanë shkaktuar këto tre bët, që flas për 3 bëtën. 3 bët. Këto 3 bëtë e famshme. Berisha, Basha edhe ky Bardhi, ky në miniaturën e vet. Po edhe ky në miniaturën. Pyetja ime, kush është engjëlli, kush është djalli zot? Un kam përshtypjen se janë mëkatar të 3. Mëkatar një lloj të 3. Ka engjëll. Engjëll, s'ma do menja se ka mes tyre të 3-ve jo. Tani, sepse po të kishte njëri engjëll, po e them, ja, kam dëshirë ta them se engjëlli ishte zoti Basha, meqense ka luajtur. Jo. Basha e engjëlli. Ka aktruar engjëllin. Aq sa edhe un kam besuar që ai ishte engjëll. Thoni sa gjithmonë. Një vit e kam kërkuar disa pse kam dyshimet e mia, nuk i akuzoj. Kam dyshime të forta. Pse? Gjithë kohën, gjatë kohës, po flas pranvera e 2022-shit, vera 2022-shit, deri tek e famshmja darkë e Ukës, ku zbuluan, s'kishte më ku fshieshin më. Pra një vit luajtur, të u ka farm, darka e asaj mendimin ndryshe u hodhen shashkat për ata që mund t'i merrnin tymosjen, për ata që mund ta thithnin tymosjen, dhe disa herë kam kërkuar në mbledhjet e grupit, kam thënë pse nuk vjen zoti Basha? Duhet vi. Dhe duhet vazhdoj betejën, ti vërtet u doroqe. Ai u doroq. Një vit humbi fare. Pastaj, mas një viti erdhi konkuroi. Ne ishim detyruar ta çonim partinë në zgjedhje. Atë parti sa ishte, aq sa ishte. Në konflikt, sepse kjo parti garoi. Dhe ç'ndodhi mas ardhjes së Bashës? Nga 105.000 vota në maj të vitit 2023, ne kemi rezultuar sot Euroatlantiku ç'është as 20.000 votë. Pra ky erdhi për të shkatërruar 100.000 votat. A mos është ky Dorzani Sali Berishës? Pyetja ime publike. Jo, pyetja është me vend, po pyetja ime për ju është zonjë, si se ke njohur ti Lulzim Bashën? Jo, inteligjenca jote. Jo, prap nuk. Më fal, inteligjenca jote, formimi yt dhe përvoja juaj është e tillë që e kupton. Zoti Qavogo, un kam përvojë njerëzore. Kam përvojë, për shembull, më mirë njoh personazhe se njerëzit të gjallë. Duhet ta kuptoni për të sa krijoj personazhe. Dhe ju thash, kam atë dozën e besueshmërisë të gjërat. Politika tash ma kanë prehur. Tani jam dyshimtare, se kam thënë si është e mundur të shet tjetri burri në sy dhe të gënjen. Si është e mundur? Unë ja lejoj në një dozë, tani po ka përcej po bëj step out nga politika dhe po them njerëzoren. Unë ja lejoj një gënjeshtër të bardhë gruas, sepse në rrethana të caktuara
duke qenë se kësi dobe duhet të dalë, apo jo, nga rrethana caktuara, po të gënjejnë burrat. Në politikë kam parë, për herë të parë, kam njohur dhe më parë, po që të gënjejnë për arsye politike,